Zoti Gjokutaj, dua t'ju pyes fillimisht, pse e keni thirrur kryeministrin Edi Rama si dëshmitar në gjyq? Pra, kush është qëllimi që e keni thirrur? Për show apo për drejtësi? Ela, mi mbrëma juve dhe të ftuarve, unë dëgjova edhe parashtrimin tuaj, edhe fjalën e zotit Berisha. Shikoni, kjo çështje, siç e kemi bërë të ditur, ne zotin Rama kemi thirrur në cilësinë e dëshmitarit dhe ish kryetarit të Bashkisë Tiranës, sepse për periudhën që bëhet fjalë dhe që do dëshmoj, ai ka qenë kryetari i Bashkisë, që ka realizuar ato që citoi zoti Berisha, pra kalimin e ndryshimit të destinacionit nga klub sportiv në truall ndërtimi. Mirë, po. Jo, thjesht një ndërhyrje, ato janë prova shkresore, pra dokumentat ekzistojnë, çfarë prisni nga dëshmia e tij në këtë rast? Jo, nga dëshmia e tij, shiko, pse quhet dosja Partizani? Se ka qenë klub sportiv, edhe është ndryshuar, dhe aty qëndroni gjithë goditja politike që Rama dhe gjithë enturazhi i tij kanë nëshuar që është marrë kjo pronë publike dhe është dhënë dhëndrit zotit Berisha e tjerë. Ju e dini këtë refren që është bërë politik, mediatik, dhe sigurisht që ky zotëri që ka bërë këtë ndryshim, e kupton, nuk mund t'i faturoj sepse është në media me një guxim të qartur që e ka ndryshuar zoti Berisha destinacionin, ndërkohë që rezulton ndryshe nga aktet. Dhe sigurisht ky është përpiluesi i akteve kryesore të kësaj prone, i cili duhet dëshmonte që në kryetare si në SPAK. Dhe SPAK-u nuk e ka thirrur Edi Rama. Absolutisht, mas shumë kërkesave që ne kemi bërë për ta thirrur për t'u pyetur. Dhe nuk e ka pyetur, nuk e ka thirrur për ta pyetur. Dhe këta pikërisht për arsye politike, dhe prandaj ky proces është i ndotur nga ana juridike, e kupton, sepse dëshmitari kryesor, zoti Berisha, e kupton, nuk ka asnjë firmë në dosje, dhe dëshmitari kryesor që ka kryer gjithë procedurën deri në dhënien e lejes ndërtimit, pavarësisht se nuk e ka zbardhur, është detyruar gjyqësisht ta zbardhi, është zoti Rama. Kështu që zoti Rama ka detyrim ligjor të vite, ka qenë detyrim ligjor, po i SPAK-ut, i cili duhet ta thërriste. Sigurisht gjykata nuk mund ta anashkalonte thirrjen e zotit Rama, por gjykata ka bërë një shërbim tjetër, që gjykata, duke dashur të shmang sfondin politik të kësaj çështje, nuk ka vendosur të mos i marrë në shqyrtim provat e tjera që mbështesin rolin e zotit Rama në këtë çështje, sepse çështja shfaqet si juridike, por ka një sfond thelbësisht politik, e kupton, është një goditje e kryetarit të opozitës, dhe po t'ishte një kryetar tjetër do të gjendej një partizan tjetër, sepse kjo është agenda e Ramës, ka qenë opozitës. Da ju pyeta, po e thrisni për show apo për drejtësi, për gjyq? Nuk ka asnjë lloj show, sepse shikoni, ne kemi thirrur që në SPAK, dhe kjo nuk është thirrur për show ka bërë SPAK-u, e kupton, dhe duan ta paraqesin show, këtë punë, ai duhet të vijë të përgjigjet një për gjithë firmat, sepse zoti Rama në të gjithë daljet e tij, e kupton, thot çfarë të doj. Është hera e parë që ai thirret nga një organ gjyqësor, hera e parë që ai futet në një format ku është në betim dhe mban përgjegjësi për çdo fjalë që ka thënë, ndryshe nga retorika e tij në për asamblera, në interpelanca, po themi në komunikim me shtypin, i cili çfarë thotë mëngjes nuk thotë në darkë dhe ndryshon. E kuptoj, këtu thoni është në betim dhe do duhet të thotë, e kuptoj. Neve nuk duam, zonja Mehilli, ne nuk duam të bëjmë politik, neve e kemi thirrur procedurialisht për të sqaruar këtë problem, sepse ne po bëjmë gjykimin e çështjes dhe mos harroni që zoti Berisha ka kaluar një kalvar deri tashmë, deri dhe gati një vit në arrest shtëpie në lidhje me një çështje ku ai nuk ka asnjë firmë në dosje dhe firmat figurojnë në emër të një personi i cili as nuk është thirrur të pyetet për to, jo më të mbaj përgjegjësi morale apo ligjore. Zoti Gjokutaj, më shpjego diçka, sepse është pak e pazakont, le të themi, që ish kryeministri që do përballet në një sallë gjyqi me kryeministrin aktual, pavarësisht se në cilësinë e kryetarit të Bashkisë aso kohe. Ju thatë që e ka detyrim që të vi zoti Rama. Pra, Edi Rama nuk mund t'i shmanget këtij gjyqi, duhet patjetër tjetë atje, pra të marri pjesë në seancë gjyqësore, thjesht për ta kuptuar pak procedurën, se nuk jemi mësuar me një procedurë të tillë. Kodi i procedurës penale nuk bën dallim
as nga kryeministri, as për kryeministrin, as për xhepistin. Dakor? Pra, kodi i procedurës penale është standard. Nëse një person thirret për të dhëna që ai ka dieni, dhe ai ka dieni sepse ai i ka grafikisht, e kupton, të firmosura, në akte firmosura prej tij,